Kam në studio Blerta Krajën, që është zëvendës drejtoreshe e përgjithshme e doganave. Mirëmëngjes Blerta, faleminderit që erdhe në program për të na treguar diçka më shumë mbi tani më një zhvillim të ri në raport midis Shqipërisë dhe Kosovës. Ka një terminal të përbashkët doganor për përpunim, a është kështu? Ishte fillesa, le të themi, por hapi i parë ishte hapi procedurial, tranziti i përbashkët Shqipëri-Kosovë. Ma thuaj ti, pse duhet u interesoj qytetarëve kjo? Do t'ju interesoj bizneseve pikë pari. Pastaj dhe qytetarëve në mënyrë direkte dhe indirekte. Bizneseve, sepse deri javën që shkoi bizneset, gjithë ato që merreshin dhe kalonin tranzit mallrat për Kosovë, bie fjala i sillnin portin e Durrësit, nevojite që në Morin bënin deklarat tranziti tek ne, pra ta përmbyllnin tranzitin e hapur në Durrës dhe pastaj sërish të hapnin tranzitin e brendshëm në Vërmic, pra 500 metra më tej, vazhdonin përsëri një deklarat tjetër dhe ta përmbyllnin, po themi, në zyrën doganore të destinacionit në Prishtinë. Është e lodhshme për një biznes që themi nga Durrësi deri në Prishtinë të nale 4 herë. Kurse në këtë rast kontrolli të themi është sipërfaqësor. Thjesht në Morin konstatohet që kaloi ky mjet dhe thuhet kontroll në rrugë. E shohin që është i plumbosur. Vazhdon për Vërmic po ashtu e shohin dhe vazhdon direkt për mbyllet tranziti në zyrën doganore të Prishtinës. Mirë po, risia edhe të themi pritshmëritë që kemi dy palët, si Shqipëri-Kosovë, pra anasjelltas edhe për mallra që tranzitohen nga Kosova për të ardhur në Shqipëri, është që dy sistemet janë të ndërlidhura tani, asikuda ord kemi ne, kanë dhe Kosova, shohin njëri tjetrin të njëjtën kohë. Bie fjala, zyra destinacionit Prishtinë e shikon çfarë ka deklaruar biznesi përkatës në Durrës. Dhe kjo shmang mundësinë që biznesi të paraqesi dy paletra, gjë që ka ndodhur rëndom. Ka deklaruar ndryshe në Durrës dhe ka deklaruar ndryshe për arsye fiskale kur ka hyrë në territorin kosovar dhe anasjelltas. Pra, një farë mënyre dy palët e kthejnë tranzitin e jashtëm mes tyre, se quhet tranziti i jashtëm, gati një tranzit të brendshëm. Vet porti i Durrësit kthehet gati kuazi në një port të vetë shtetit kosovar. Dhe anasjelltas ne vet, le të themi, kursejmë për gjithë ato biznese që tranzitojnë mallra që i sillin rrugë toksore nëpërmjet Kosovës tek ne, ju kursejmë kohën. Kur kursejmë kohën, ju kemi kursuar parat. Megjithatë, zonja Krah, më shpjego pak, a ka pas vështirësi në shkëmbim të informacionit, se nëse një biznes ndryshe i ka letrat e përgatitura nga dogana e Durrësit, e ndryshe shkon në doganë Prishtinës, atëherë nuk mund shkëmbej informacionin për të kuptuar se tani është informacioni në kohë reale. Bëhet evazion në një kuptim? Shiko, është informacioni tani në kohë reale. Pra, me përditësimin që është bërë dy programeve, të dy palët, edhe zyrat doganore shqiptare dhe zyrat doganore kosovare shohin tek sistemi përkatës në kohë reale, kurse më përpara mund të bëjmë shkëmbim informacioni, po vononte. Kurse kështu ti si zyrë doganore pritse destinacionit e shikon çfarë kamioni po të vjen, çfarë malli, çfarë ka deklaruar, pra i bën gjërat gati. Si numri 2 i doganave, besoj ju jeni interesuar përpara, pse kanë qenë gjithë këto hallka të ndalesës edhe përpunimit apo këto që përmendët ju nga Durrësi deri në Prishtinë? Dogana ka vazhduar mënyrën e vet tradicionale, mirë po le të themi mënyrë tradicionale tranzitin e jashtëm, mënyrë tradicionale tranzitin e brendshëm, duke ushtruar kontrolle të shumta, por po të konstatojmë tani ne vet po përpiqemi me anë të analizës riskut me shërbimin inteligjent që ka dogana, po ashtu të paksojmë do me thënë analistë të fundit dhe vetë kontrollet fizike. Ne sot kemi 10% bëjmë kontroll fizik të madhrave që kalojnë ose që importohen në Shqipëri. Kurse përqindja në vendet e Bashkimit Evropian është 2 deri në 3%, pra dhe ne duhet ta zbresim këtë përqindje, po kjo përqindje zbritet duke u sofistikuar ne në analizat që mund të bëjmë, në skanerat, në mënyrën e le të themi informacionit, edhe në mënyrë tjetër për të kapur ata që janë evazionistë ose që duan të kalojnë mallra kontraband. Megjithatë, zonja Krah, kur kanë qenë gjithë këto hallka, unë nuk besoj që kanë qenë kot. Në momentin që reduktohet, a mendoni ju që ka gjasa lihet një lloj hapësire për të krijuar evazionin? Shiko, në këtë rast me tranzitin e përbashkët Shqipëri-Kosovë kemi analogji me një tranzit të brendshëm. Po themi, një mall që vjen në Kakavi dhe ajo firmë e ka për kompetencë territoriale të zhdoganohet në Tiranë, ju e dini terminali i Vorës, lëviz me një të themi tranzit të brendshëm. Në rastin konkret, përsëri ky territor prap mbikëqyret nga ana doganore. Si bëhet mbikëqyrja doganore në këtë rast për këtë mall që lëviz? Plumboset malli brenda një mjeti transportues, që është kamioni. Paguhet garancia përkatëse
po themi pra detyrim doganor që është, dhe në këtë rast dy palët dhe dy administratat jo vetëm shkëmbejnë në mënyrë intensive informacionin, po janë gati në një sistem, le të themi, informatik doganor. Këtë që po ju them, përpara nuk ishte mundur të shikonin sistemin njëri tjetrit. Tani siç e kontrollojmë gjithë territorin, ashtu i bie që të kontrolloj Kosova për mallrat që janë nisur atje, edhe ne për mallrat që po lëvizin Kosovë, po që kanë destinacion Shqipërinë. Nëse teknologjia ju ndihmon të sofistikoheni edhe të ulni kontrollin fizik, sa besi duhet t'i zësh një pjesë të mirë të njerëzve që ushtrojnë sot aktivitet tregtar? Por që më thonë drejtën, nuk është se deri dje s'kanë qenë ndershëm, sot me shtimin e teknologjisë tuaj po bëhen ndershëm, apo po kanë frikë? Ka disa mënyra, ju thash, dogana në vetvete ka një pjesë inteligjente, ne kemi vetë një drejtori informacioni. Ka biznese të ndershme të cilat vinë bashkëpunojnë me doganën dhe denoncojnë dikë që i kalon pa doganë dhe vjen tregë shet krejt më lirë sepse thot nuk ka pagu tarifa doganore. Pra kemi një bashkëpunim intensiv me biznesin e ligjshëm. Tashmë ka një pjesë biznesesh që punojnë krejt në rregulla. Edhe kjo është për t'u lavdruar. Pjesa tjetër, kemi drejtori shumë të dobishme, drejtoria e kontrollit post zhdoganim. Ajo merr një vlerë të veçantë tani me liberalizimin edhe më tej. Pra bëhet kontrolli pasi ti ke zhdoganuar dhe po të duash lën gjurmë edhe mallrat, e kap nëse dikush ka bërë evazion. Mund ta kapish të shit si fundor. Prandaj ne kemi bërë dhe marrëveshjet përbashkët me tatimet, edhe ushtrojmë në gjithë zinxhirin fiskal, ushtrojmë kontrollet përkatëse. I thua ku e ke marr këtë libër, me çfarë fature hyrje, tregon ajo s'ka faturë. Ose duhet kishte një faturë që e ka marrë nga një grosist, po ai grosisti e ka bërë te deklarata doganore, e ka vënë aty këtë mall, kështu që kapet, nuk ka asnjë gjë që nuk kapet. Për qytetarët do kenë produktet kosto më të ulët tani më? Shpresojmë që po, që të kenë kosto më të ulët, po dhe të mos vonohen nëpër pikat tona doganore. Në fakt, kur vonohemi në kufi, duam të kalojmë ndoshta për një fundjavë dhe themi u vonuam dogan. Në fakt, ajo pjesë është në pronësi të doganës, por janë disa institucione shtetërore që ushtrojnë funksionet. Policia e shtetit, autoriteti kombëtar i ushqimit, kështu që një farë mënyre ne jemi të interesuar që mallrat lëvizin shpejt, mjetet lëvizin shpejt, pasagjerët lëvizin shpejt. Gjithmonë në pikun e vetë Shqipëria e Kosova gjatë periudhës së pranverës, adin pastaj verë, po ashtu ka fluksin më të madh sepse lëvizin njerëzit edhe për shkak të motit që favorizon, po edhe për shkak se ata të Kosovës vinë në Durrës apo vinë në vendet bregdetare. Tani më ju me të formën e re të organizimit premtoni që edhe koha do të jetë më e ulët? Sigurisht, qeveria shqiptare po financon dhe lajmi i mirë mund të jetë që para sezonit veror rruga të jetë e bërë, po zgjerohet rruga me 50 metra, pra do ketë 12 linja kalimi, 6 që shkojnë drejt Kosovës dhe 6 që vinë drejt Shqipërisë. Dhe ndërkohë nga delegacioni i Bashkimit Evropian janë duke ndërmarrë procedura tenderuese për të bërë godina në përbashkët administrative. Pra hapi i parë është infrastruktura, një herë që të kalojnë mjetet, po ndërkohë po ngrem godinën e re, e cila do t'i shërbejë dy administratave shqiptare dhe kosovare, pra administratës doganore shqiptare dhe policisë kufitare shqiptare, po ashtu homologëve kosovarë do vinë tek ne dhe shuhet pjesa infrastrukturore e Kosovës. Pra ju besoni nëse zotrin të rinë me një çatik kanë më shumë mundësi që lëvizet më shpejt, ne duam të shkojmë drejt një kontrolli të vetëm. Pra nëse del me një analizë risku kanali kuq, kontrollohesh një njëjtën kohë nga dogana shqiptare dhe kosovare dhe aty përmbyllet. Pa nuk është kështu në Malzin, Muriqan? Muriqan, Malizi fatkeqësisht nuk bëhet procedurë doganore, pa çka se ashtu është konceptuar që të bëj procedurë doganore. Pse nuk është bërë derisa? Nuk e di, ne kemi gjetur të paktën administrata me cilën un po punoj, e kemi gjetur të pakoloduar, të papërfunduar. Pra një objekt që përdorej de facto prej 5 vitesh, por i punuar jo mirë. E kemi përmbyllur dhe këtë pjesë, kemi një projekt në dorë, administrata doganore shqiptare ka përpiluar projekte për gjitha pikat fokale, kështu që kemi një projekt të plot tani që ta zgjeroj Muriqanin, sepse Muriqani në vetvete ngërthen jo vetëm interesa turistike. Ju keni parasysh rrallët e gjata verës kur duam të shkojmë në Maltëzi ose në Kroaci, e Anasjeltas, por të njëjtën kohë duhet të intensifikoj tregtinë në dy anët. Pa çka se po të shikojmë pjesa malazeze, siç vetë deklarohen dhe me të drejtë thonë jemi republikë ekologjike dhe ne duam të jemi ashtu dhe nuk preferojnë atë pjesë të kenë të themi rrugë të zgjeruara, pra ka një farë mënyre një rrugë natyrore, ama është e mundur të themi të bëhet procedurë doganore për tonazhin e vogël, për veturat, për një furgon, nuk po
themi për kamionët. Fakt kjo s'është për ju hiç, po unë nuk e di sa ekologjik janë, dakord e kanë lënë rrugën, po e kanë lënë dhe para infrastrukturë, pra nëse merr rrugën nga Moriqani për të hyrë Malzi është e tmerrshme. Unë falenderoj që isha në program. Unë nuk e di, vetëm kjo është e fundit, nëse kjo si formë e kolauduar tani më mes Shqipërisë dhe Kosovës do të jetë një formë edhe ndërtuar ndoshta në Handhotit me Malin e Zi, apo ndoshta në një prej pikave me Maqedoninë. Do vijohet bashkëpunimi. Kemi mundësi dhe në kuadër tranzitit përbashkët që mund të adoptojmë, që quhet NCTS-i, në kuadrin e Bashkimit Evropian, por ju flisni me ca terma që ne si kuptojmë hiç. Falje, duhet i thjeshtësh tranziti përbashkët në kuadrin e Bashkimit Evropian, por jo vetëm. Lajmi i mirë dhe për ata që merren me tregti e dinë tashmë që 6 shtete që nuk jemi shtete anëtare të Bashkimit Evropian, por që jemi shtete fqi, i kontrollojmë lëvizjen e kamionëve, si me ngarkesë, si bosh me anë një sistemi shkëmbimi zonave elektronike që quhet SID. Pra në çdo kohë ne shohim një kamion që po vjen nga Malizi dhe po hyn Handhotit. Kështu që doganjërisht përgatiten çfarë po vjen si e tjerë. Të falenderoj që ishte në program. Ishte me ne Blerta Kraja, zëvendës drejtoresh e përgjithshme e doganave, me që ne e cekëm Kosovën 7 vjet nga shpallja e pavarësisë Kosovës. Kosova po përballet me probleme të forta socialo-ekonomike. Ne do të lidhemi tani me Arta Berishën, e cila është kolegja jonë në Prishtinë. Mirëmëngjes Arta. Mirëmëngjes Eno. Fillimisht, nëse na tregon, ka një sër aktivitetesh të cilat do të organizohen sot për ta kremtuar 7 vjetorin e pavarësisë. Po, në fakt, janë disa aktivitete, sikurse për çdo përvjetor, edhe këtë përvjetor, autoritetet qendrore, por edhe ato lokale, kanë organizuar disa aktivitete që shënojnë 7 vjetorin e pavarësisë, por më duhet të them fillimisht që kemi një shkurtim të buxhetit për sa i përket aktiviteteve që shënojnë këtë vit. Domethënë, nëse vitin e kaluar kishim nga qeveria të ndara 100.000 euro, për aktivitetet festive këtë vit qeveria e Kosovës ka ndarë 50.000 euro, dhe kjo është bërë në emër të kushteve të rënda ekonomike dhe të situatës dhe pakënaqësisë sociale në përgjithësi që mbretëron këtu në Kosovë. Kështu që kemi aktivitete që nisin me homazhe të varret e heronjve të Kosovës dhe ish presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova, dhe disa aktivitete festive që do të organizohen këtu në sheshin kryesor të Prishtinës. Pastaj ka pasur edhe aktivitete të tjera simbolike, siç janë flamujt në përshesh apo urime të ndryshme nga kompani qoftë publike, qoftë private. Domethënë gjithë festa karakterizohet dhe është brenda këtyre suazave. Arta, nëse unë do të pyes ty jo si Arta Berisha, kolege gazetare e Prishtinës, po si Arta Berisha, një vajzë e studiume që ka një formim të saj personal, është një qytetare e Kosovës. Si ka shku në këto 7 vite pas shpalljes pavarësisë Kosova? A ka ecë mirë apo Kosova, pavarësisht se ka disa arritje, ato nuk i ka fort konsolidume? Si pas teje si qytetare e Prishtinës, si shtetase e Kosovës? Po, në fakt, në këndvështrimin tim si qytetare, por edhe si gazetare, sepse nuk mund të dalë nga kjo, sepse kam përcjellur për fiks 7 vjet zhvillimet e Kosovës dhe ecjen e saj. Domethënë, unë kam filluar punë si gazetare në përvjetorin e parë të pavarësisë, domethënë në shpalljen e pavarësisë, në atë kohë kur Kosova u shpall, kështu që nuk mund të iki, sepse gjithmonë kështu e kam përcjell. Dhe mund të them që ky vit është pak më ndryshe, ka një zymtësi më të madhe, domethënë qytetarët siç duket e kanë kuptuar se pavarësia nuk është ajo të cilën e kanë ndruar dhe nuk sjell vetëm të mira. Ka rënë pak besimi, në fakt ka rënë shumë, duket se ka rënë shumë besimi në institucione dhe qytetarët tashmë e shohin se është vështirë të gjendet dhe të shihet perspektiva këtu. Dhe ajo çfarë shohun nga ana tjetër është se ka një pakënaqësi të thellë sociale, ka një nivel të lartë të papunësisë, por nga ana tjetër shohim edhe një ndarje dhe jo vetëm në aspektin territorial dhe gjeografik, të më thënë nuk është problemi thjesht ndarja e Kosovës në veri, jo që edhe në këtë 7 vjetor ne do të detyrohemi të sjellim pamjet problemeve me komunitetin serb, të cilët akoma vazhdojnë të mos e njohin dhe të mos e pranojnë fakt shtetin e Kosovës, por kemi edhe ndarje në baza shoqërore. Për shembull, sot dhe në këtë përvjetor mund të shohim ka familje që jetojnë, ka familje të pasura, të cilat jetojnë në zona të veçanta
dhe mund të them se këtu Prishtina po zgjerohet, por po zgjerohet në atë masë që po krijohen lagje të pasura ku jetojnë milionerët, dhe nëse shkon aty e kupton që në fakt mendon që nuk je në Kosovë. Por nga ana tjetër kemi një shtresë shumë të varfër të shoqërisë, e cila jeton për mbijetesë dhe për të siguruar kafshatën e gojës. Çdo ditë më shumë nga ana tjetër shohim fëmijë të cilët kërkojnë lëmosh, dhe kjo është në rritje, domethënë ne çdo ditë i shohim që numri këtyre fëmijëve dhe numri njerëzve të cilët kërkojnë lëmosh është në rritje. Dhe nga ana tjetër gjithashtu kemi edhe një ndarje tjetër të punësuarit, një pjesë e shoqërisë, asaj elitës që paguhet shumë mirë, dhe të rinjët që janë shumicë dhe që janë pasuria e Kosovës, cilët e kanë shumë vështirë të gjejnë një vend pune, qoftë në institucione publike apo në ato private, sepse mund të them me plot siguri që institucioni i konkursit tashmë është diçka që nuk respektohet fare. Dhe kur e kemi këtë situatë, pastaj vim të ajo kapaku, nëse mund të themi, që është emigrimi apo ikja masive e qytetarëve nga Kosova, që po ndodh në 3 vitet e fundit në fakt, por ajo pamja e madhe që kemi parë është këtë fillim vit dhe vitin që shkoi. Kolegët tu në Prishtinë thonë që problematika sa ka fillu dalë në sipërfaqe. E di çfarë Arta, të paktën unë uroj që më të këqijat që ka kaluar Shqipëria në tranzicionin e vet, me gjithë krizën e vlerave, mungesën e vlerësimit, zhgënjimi shumë të madh të njerëzve të institucionet e politika, sistemi i drejtësisë, mjekësia, apo ku diun se çfarë, mos i përjetoni kaq thellësisht edhe ju në Kosovë, se pastaj tranzicioni do të ishte i gjatë. Unë jo më kot bëra diferencën midis artës gazetare dhe artës qytetare. Për ta mbyllur, a mendon dhe ti Arta se problemi më i madh i Kosovës sot janë institucionet dhe politika e politikanët që e drejtojnë vendin? Apo në një farë edhe qytetarët që kanë prit ndoshta gjëra më shumë se çfarë po i ofrohen? Po, domethënë, me që jetojmë në një sistem demokratik ku ne i zgjedhim politikanët për të na përfaqësuar, atëherë sigurisht që një pjesë e fajit ose pjesa kryesore e fajit ju faturohet politikanëve dhe atyre që kanë pasur pushtetin dhe që e kanë faktikisht jo vetëm në nivelin qendror, por edhe në nivelet lokale. Por këtu nuk mund të përjashtohen edhe qytetarët, sepse faktikisht ne jemi ata që i kemi zgjedhur këta politikanë, ne jemi ata që i mbajmë në pushtet, dhe nëse dua ndryshime, atëherë ndryshimi duhet të fillojë ndoshta nga zgjedhjet, nga vota e lirë. Kështu që mua më vjen keq për gjithë ata qytetarë që janë detyruar të ikin në kërkim të një jete më të mirë, sepse këtu nuk e kanë parë perspektiven dhe është vështirë domethënë për një prind i cili nuk sheh perspektivë për fëmijën e tij ose për një student i cili studion në një fushë të caktuar dhe nesër nuk mendon se mund të punojë në profesionin e tij. Dhe kjo është shumë e vështirë, unë nisem nga vetja. Nganjëherë them që jam angazhuar shumë për të pasur punën që dua ose profesionin që dua, por nganjëherë them që më ka prirë fati, sepse shumë kolegë të mi, edhe pse janë shumë të mirë, domethënë nuk gjenden sepse është e vështirë të mbijetosh në tregun e punës në Kosovë. Kështu që një pjesë të fajit e kanë politikanët patjetër, por edhe qytetarët nuk duhet të shihen si viktimë, sepse në fund të fundit jemi ne ata që i kemi zgjedhur dhe jemi ne ata që duhet të kërkojmë përgjegjësi më shumë nga ata. Tunga Arta, faleminderit, uroj ditë mbar. Faleminderit dhe gëzuar pavarësinë për gjithë neve. Gëzuar gjithë ju në Kosovë, ishte me ne kolegja Arta Berisha nga Prishtina. Ne do të ndalemi këtu, do të rikthehemi vetëm pas pak, janë lajmet e radios që vinë më një herë. Ky është programi i mëngjesit. Wake Up vazhdon. Përshëndetje, ju njohim me fleshin e orës 8. Top Albania Radio. Kuvendi i Kosovës mblidhet sot në një seancë solemne në 15 në të njëjtën orë kur para 7 vitesh, në 17 shkurtin historik të 2008-s, u mblodh për shpalljen e shtetit të ri evropian. Kosova njihet deri më tani nga 108 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara. Drejtuesit më të lartë me rastin e këtij përvjetori po marrin urime nga homologët në vendet perëndimore. Agenda zyrtare e festës së pavarësisë së Kosovës fillon me homazhe në varrin e presidentit Ibrahim Rugova në Prishtinë dhe komandantit Adem Jashari në Prekaz. Më pas vjen seanca solemne e kuvendit. Pas një pritjeje nga presidentja dhe kryeministri, mbrëmja festive organizuar mbyllet me ndezjen e organizuar të fishek zjarreve në qendër të Prishtinës.
Vazhdojmë me lajmet. Kryeministri Rama do të jetë udhëheqësi i parë i rajonit që pritet të ente në Bruksel nga kreu i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, që pas zgjedhjes së tij në krye të këtij institucioni. Po ashtu do të pritet nga kryetari i Këshillit të BE-s Donald Tusk. Në këtë vizitë zyrtare, shefi i qeverisë do të shoqërohet nga ministra Detmir Bushati e Klajda Gjosha dhe në takime pritet të diskutohen zhvillimet politike e ekonomike në vend, situata në rajon si dhe çështjet të cilat lidhen me sigurinë e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian njoftoi se do të ketë takime zyrtare egjiptian e amerikan për të diskutuar veprimet e përbashkëta në Libi. Shefja për politikën e jashtme të BE-s Federica Mogherini paralajmëroi se për çështjen do të zhvillojë bisedime me sekretarin amerikan John Kerry si dhe me ministrin e jashtëm të Egjiptit Sami Shukri javën e ardhshme. Sport. Rikthehen mbrëmjen e sotme emocionet e Ligës së Kampioneve me 2 ndeshjet e para që hapin fazën e eliminimeve direkt në program. Prej orës 20:45 janë sfidat Paris Saint-Germain Chelsea dhe Shakhtar Bayern Munich që transmetohen direkt në kanalet e SuperSport dhe në High Definition. Nesër zhvillohen 2 takimet e radhës, Basel Porto dhe Schalke Real Madrid. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com